Ajo që shohim është që socialistët u vendosën në rresht. Kuptohet pas kërcënimeve, por dhe presionit të kryeministrit. Kështu që në këtë aspekt duken të vendosur në rresht. Ajo që besojmë dhe ajo që ndihet është që ka një përplasje pasi një pjesë e madhe e grupit parlamentar të Partisë Socialiste duket sikur mendojnë që duhet lënë drejtsinë të bëjë punën e vet. Por problemi është përtej kësaj dhe është një problem që Rama do është i kushtëzuar të marrë në mbrojtje Ballukun pasi po merr në mbrojtje veten e tij. Domethënë kjo nuk është më një çështje ku Rama mund ta përdor që prapë për çështje dardhash apo kundash të ngrëna pas shpinës së tij. Kemi të bëjmë me një çështje ku korrupsioni në një mënyrë apo një tjetër ka marrë peng drejtuesin e qeverisë edhe ministrat e tjerë, që do të thotë që hallin e kanë të përbashkët. Për sa kohë halli është i përbashkët, Rama është i kushtëzuar të mbrojë veten. Dhe në këtë aspekt, prandaj do duhet një sinergji dhe një kombinim shumë i mirë i gjithë faktorit opozitar, i pjesëve të ndryshme të shoqërisë, që do të thotë shoqërinë civile apo kushdo tjetër grup interesi që mundet të mbështesin një nismë të fortë për dorëheqjen e kryeministrit dhe për të kërkuar zgjedhje të reja, për të kërkuar në fund ditës që sistemi i drejtësisë të funksionojë i pakërcënuar, i pashantazhueshëm dhe i pakufizuar nga ekzekutivi.